Bangin' Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Hëna Skëndi dhe Amarildo Qeriza nga shoqata kulturore Labëria në Toronto. Hëna është sekretarja shoqatës, ndërsa Amarildo është kryetari. Unë ju falenderoj që keni ardhur sonte në Bangin' Oda Podcast. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Para se të fillojmë, unë do të flas për këtë kostum, se sot e kam veshur, edhe unë duhet të them që sot jem shumë e fat që grupi polifonik i shoqatës tuaj do të jetë këtu, të këndoj disa këngë polifonike, dhe në shenjë respekti, unë e vesha këtë kostum që këtë kostum e kam marrë tek Tradita.al, që është Edlira nga Tirana. Ervin Tirana, po? Se mos gaboj, se tash ka thonë nuk kam mundësi të Tirana. Dhe do fillojmë biseden me Hëna, do fillojmë me ju. Na flet pak se si u formua shoqata Labëria këtu në Toronto. Atëherë, unë jam Hëna dhe unë jam Labe, dhe si ardhur sa afërmi tani në Toronto, kam takuar miqtë e mi që janë këtu, Lebër. Dhe bisedat më të shumta e kam pasur me zotin Ajet Nuro nga Montreali. Ajetin e njohim personalisht dhe përshëndesim Ajet Nuro. Okej, përshëndesim. Edhe zoti Subi Çako, i cili ka ardhur nga Bostoni, u bëm të gjithë bashkë këtu në Toronto dhe folëm pse mos të krijonim një shoqatë e cila të quhej Shoqata Kulturore Labëria. Ishte një ide e bukur, e hedhur në tavolinë mes miq, por nuk e mendova që në atë moment miqtë tanë kudo që ishin, si Lebër, u mblodhën, sepse ndjenin që rënjët e tyre po ishin aty dhe gjenim të njëjtët këtu brenda këtij vendi të madh. Dhe ne folëm aty për labërinë, për vlerat e polifonisë labe, takuam zotin Valter Aliu dhe të gjithë bashkë tham, po, ne jemi si ato rëkete vogla që të mblidhemi të gjithë bashkë, dhe po pse mos të krijojmë një përrua të madh, ose pse mos të krijojmë një lum të madh. Këtu në Toronto të sjellim atë erën e labërisë. Dhe mbas, do të thënë, gjithë këto biseda ishin bërë në muajin shtator dhe ne në tetor, në 5 tetor, u mblodhëm dhe patëm takim top të parë, i cili krijoi dhe shoqatën kulturore Labëria. Mirë. Amarildo, pse ti kryetar? Ma thuaj më. Atë duhet të pyesni. Duhet të pyesni. Ajetin, Hënën edhe zotin Subi që përshëndes. Unë kur e mora vesh, të më gëzova shumë sepse jam arritur në emigracion, po me dashurim për vendin tim, për Labërinë, për Tepelenën. Dhe doja shumë që të bëj, po nuk prisja që të më bëni më kryetar. Po gjithsesi falenderoj. Ajo është të ka nderuar me... Patjetër. Për mua është shumë kënaqësi. Edhe është një obligim të t'jesh kryetar, sepse duhet t'jesh i mirë me të gjithë. Është e vërtetë. Po mirë, Amarildo, kur tha ke jetuar në emigracion, si djalë i ri ke ikur jashtë Shqipërisë, ku ke jetuar? Kam jetuar disa vite në Greqi dhe në vitin 2012 kam ardhur në Toronto. Toronto. Ku ke jetuar në Greqi? Në një ishull të Greqisë. Largët. Më herët folëm për në Kretë që veshjet pak a shumë janë si puna e veshjeve labe. Po, grekët në Greqi vishet shumë fustanella. Po. Edhe nuk dua të hyj në detaje të tjera, por kur shikoja fustanellën, sikur shikoja Labërinë, sikur e kisha Labërinë në Greqi. Edhe ata Kretë pak a shumë e kanë një veshje të njëjtë, më thonë, ose të ngjashme me veshjen e Labërisë. Po, fustanellën e Labërisë. Se këto që e kam veshur unë, kjo është e suliotëve të Çamerisë. Kështu ma kanë thënë, me gjitha punimet të cilat i ka, edhe më thonë që duket bukur kështu. Duket shumë bukur. E kam edhe një të veriu që e kam porositur, po këto e kam ma për qef, me thonë drejtën. Po mirë, nga formimi i shoqatës suaj, lindi ideja për grupin polifonik. Po, nga formimi i shoqatës, ne i kishim të gjitha
për të krijuar predispozitat për krijuar grupi Lapi, ishit me thënë të gjitha resorset aty, ishin këngëtarët, ishin ata që kthenin nison, ishin domethënë mjafton të bëhen 3 lebër bashkë dhe janë nisin këngës slave. Dhe kjo gjë është e krijuar, por ne duam të krijojmë dhe grupin e valleve. Domethënë dhe këtë kemi një sfidë që në të ardhmen të krijojmë grupin e valleve. Kjo është hapi tjetër. Kjo është hapi i dytë. Dhe të gjitha këto nuk i bëjmë për ne që kemi ardhur nga Shqipëria këtu, sepse ne jemi lebër dhe neve i dim traditat gjitha. Por i bëjmë më shumë për ata fëmijë të cilët kanë lindur këtu. Po. Dhe janë rritur këtu. Dhe nuk duam të humbasin ato tradita derënjë tona. Është që shumë e bukur kur shikon fëmijë të lindur dhe të rritur këtu që flasin gjuhën shqipe perfekt. Ma kjo gjë më pëlqen shumë. Ose që njohin traditat tona. Sa bukur thua ti, kjo veshje është shumë e bukur. Dhe ata duhet i din këto gjëra. Jo vetëm se është e bukur në pamje, por ka vlera, ka simbolikën, ka një histori mbrapa asaj veshjes. Edhe kjo gjenerata e re duhet të di se sa histori të bukur ka Shqipëria. Mirë, Amarildo, nga viti 2012 më tha që e ardhëm në Toronto. Po. Me prejardhje vjen nga se Labëria është një krahin koçë e madhe. Jam nga Tepelena, nga fshati Veliqot. Sa është larg nga Tepelena? Vija Erore 1 kilometër. Po ali pash Tepelena ku ka lindur ai? Më thanë atje një kodër ku kalova. Si quhet? Fshati Beqisht të Tepelenës. Po është diku lart, a? Nuk shumë lart, është. Nuk e di po e ke parë bustin është fiks përballë bustit. Përballë bustit atje, ha. Tepelencit njihen edhe për ushqim shumë të mirë. Unë kam bile nga dalja e Tepelenës aty, nga rruga vjetër, kam hongër një paç. Na flet për paçën, se unë e du ushqimin shumë, Amarildo, kështu. E kam pikë dop me thonë drejtën. Okay, s'kam shumë njëri për kuzhinën, por të shkosh në Tepelenë dhe mos të has paçe është kota ke vajtur. Është kota, do të thotë paçe dhe mishin e hell. Edhe mishin hella. Patjetër. Po zot, sa më edhe jam i uritur sot. O Ervin. Po na bë diçka më vëlla me ato. Ty e pjek po është në mishin hell. Po tash ishin edhe disa tjerë që ishin angazhuar, se sot këtu unë dua t'i përmend emrat gjithë, kush është antar të grupit, dua t'i lexoj. Walter Aliu është drejtori artistik i grupit polifonik. Antarët e grupit janë Kujtim Lamaj, Afrim Bida, Diona Aliko, Gëzim Jemini, Geraldo Dinaj, Melina Bida, që është goca e Afrimit, dhe Zeman Zhola. Tash, ishin edhe disa tjerë që sot nuk të rastisën t'jen këto me ne. A ka mundësi, Amarildo, të na tregoni kush janë ata tjerët? Është Petrit Qejvani, është nga Selenice e Vlorës. Sot s'pati mundësi të vinte. Po. Tjetër është Aureli, dhe ai s'pati mundësi të vinte. Po, na vje keq që na munguan, po ne i përshëndesim. E shpresoj herën tjetër. Edhe Nevila është pjesë e shoqatës. Nevila po është pjesë e shoqatës, po. Është një zonjë Labe e cila Po kam takuar Nevilën, e përshëndesim. Një kontribut shumë të madh për këtë shoqatë, dhe të gjithë këta persona që neve po uzëm emri sot dhe po i kujtojmë këtu, janë të gjithë të ardhur me dëshirë, thjesht promovimi i vlerave të Labërisë këtu në Toronto. Petriti dhe Nevila janë bashkëshortë, burrë dhe grua, ata të angazhuar pothuajse full time mbas shoqatës. Mbas shoqatës i përshëndesim përzemërsisht, sepse unë dua të përmend, unë jam antar i shoqatës shqiptaro-kanadeze në Toronto, shoqata më e vjetër që është formuar vitin 90, dhe unë personalisht, si një aktivist nga viti 99 që jetoj këtu, unë e vlerësoj shumë aktivistin, sepse aktivisti është ai që merr nga koha e tij edhe gjithmonë mundohet të bëjë diçka të bukur. Sadopak një gur mbi kalan ton, unë e vlerësoj shumë, edhe unë e vlerësoj kontributin juaj, edhe pse thonë tjerë, po pse të kesh shumë shoqata, nuk prish punë, sa më shumë aq më mirë, sicili unë ato traditat e veta, vlerat e veta. Unë kam pa performimin e grupit polifonik tek eventi që u mbajt për aktorin ton të madh Mirosh Kabashi. Një pamje
shumë impozante, disa këngë shumë bukura, kështu që un ju falenderoj shumë që jeni sot këtu, më keni nderu mua dhe odën ton, edhe jam shumë i gëzuar edhe më vonë do i kem grupin këtu të bëj muzikën, apo? Po unë dua dhe pak nga Amarillo, të ngacmoj një çik Amarillo për Tepelenën. Çka e karakterizon Tepelen si qytet? Përveç Ali Pashës që e di, edhe Paqen, e përmendem Paqen. Tepelena ka nxjerrë shumë burra si për pushkë dhe për pen, i themi në Andea, por traditat është një qytet shumë i bukur që unë e dua shumë, dhe pse kam ikur shumë i vogël që Andea, por ka, nuk di si ta shpjegoj me fjalë, por po të shkosh edhe të takosh Tepelenës, bujarin dhe mikpritin që kanë ata, është shumë e mirë. Tash do t'ju ngacmoj një çik. Po. Kush është më lart, Tepelenci, Mallakastra apo Vlorjati? Tani, ti Nuk këtu, vija dot. ti këtu ke ftuar dy Tepelen, si mund të themi? Jo, nuk mund Aq të. mbaroj. A? Jo, Tepelena. Tepelena, po. Mos na i dhrom Vlorjatet, a? Jo. Ja, nuk na dhron janë shumë. Jemi një zonë që pothuajse kemi të njëjtat vlera, kemi të njëjtat tradita dhe zakone, kështu që do thoshja nga Vlora, Tepelena, Gjirokastra, do me thënë Mallakastra e gjithë, janë lebër dhe kanë të njëjtat rënj. Të njëjtat rënj, po. Janë shumë ikprica. Po, shumë ikpritës. Vllau im Lulzimi ka dy shokë, kam përmend edhe njëherë tjetër, Viktorin edhe Hektorin. Shumë ikprica, sidomos tavolin kur t'jem, si quaj ai në fillim që i thot gëzuar për shëndet këtij se Dollibashi. Dollibashi quaj. Dollibashi. Po ç'është roli i Dollibashit, ma thuaj? Dollibashi kur bëhen festa ose dasma, më përpara i ndaheshin burrat ishin veç dhe gratë veç, por ke burrat ishte dikush që drejtonte tavolinën. Dhe ai i jepte urdhrat. Këtë shëndet është për dikë dhe duhet të pinte. Një godë ose dy godë raki, sa cakton Dollibashi? Dollibashi bënte edhe këtë gjë. Do me thënë, në momentin që është tavolina e mbushur me njerëz, merr gotën e rakis dhe i drejtohet dikujt tjetër dhe i thot, do ta pim këtë për Xhemin, do ta pim këtë me radhë dhe do me thënë pastaj ja lë stafetën personit që po pi. Dhe ai e merr stafetën Të gjetësha, po, të gjetësha. Të kam gjetur. Të kam gjetur. Bravo, po. Dhe mbasi mbaron dollit e tij, Dollibashi vazhdon i dyti me të tretin dhe derisa në fund fare do vej përsëri te Dollibashi. Po mirë, sa gota pijen deri? Po shih që do pim. A? Do rëzon për tokë gjitha? A? Jo, Jo. Po si e durojnë dot, sinqerisht unë nuk e kuptoj, nga që unë nuk jam në një, nuk pi edhe shumë. Ata që pinë duhet pyetur, se as unë nuk pi, por nuk dorëzohesh. Aty e tregojnë dhe forcën, a? Pse është ajo raki Rushja, po raki kumd është. Raki Rushi. Raki Rushja, ai të kput fare që 9 gradë Celsius. Halal ju shoh se e di unë Hektori, dhe hajde përshëndet ti, hajde përshëndeti. Edhe ju i them njerë, o Hektor, po dolat e gota tret mund duhet me lese me mkap me qumë Allah, tash aman e filloj me qesh. Po këta që nuk e din traditën zakonisht i zë shpejt, në që i kapin pa ngrënë. Sa fillojnë gëzuar. Ato duhet hanë, se gjithmonë është sofra plot me mish. Po nuk e din, nuk i di traditën. Edhe një. Edhe ikin, a? Është zonë shumë e bukur, unë për veti e kam vizituar edhe Mallakastren, edhe Tepelenën, edhe Gjirokastren, edhe Vlorën, edhe gjitha ato fshatra, shumë njerëz të ngrohtë, shumë ikprica, shumë një tradit specifike që i jam krenar që jam pjesë e popullit tonë. Sepse është një vlerë shumë e shtuar, jo vetëm veshje, po sidomos polifonia, unë kam studiu muzikë dhe është diçka që një profesor, mbi emrin Monishi, ka studiuar, ka kryer doktoratur për polifonin labe. Është vlerë kombëtare. Edhe unë jam shumë i lumtur që ju e ruani, edhe e plasoni tek gjenatat e reja. Faleminderit. Unë ju respektoj shumë, ju dua fort, ju falenderoj shumë, ne do filloj me vinë me ato këngët e bukura, do vinë grupi edhe pastaj do flasim me Valterin, a?
Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Falenderoj shumë. Besoj që do vazhdoni ende me shoqatën, edhe ne gjithsesi do takohemi në eventet tona. Po do vi grupi Ervin, po? Falenderit shumë. Tani erdhi momenti më i bukur i programit dhe qershia mbi tort, grupi polifonik nga shoqata Leberia do të këndojnë disa këngë polifonike. Si thojnë në Laberi, jepi. E trëndelinat vergje, trëndelinat mojo. Trëndelinat vergje, trëndelinat mojo. Aman, aman. Të fola pos mu për gjegje trëndelinat mo. Të fola pos mu për gjegje trëndelinat mo. Mos jesë mura dergjesh trëndelinat mojo. Mos jesë mura dergjesh trëndelinat mojo. Aman, aman. Mas nuk dergjem trëndelinat mojo. Po nuk dua të përgjegjem dhe trëndelinat mojo. Po nuk dua të përgjegjem dhe trëndelinat proto kur bie se la musa i kur vije. Se
në motrat vollan. Të mbaj saltanet dhe kalo. Gratë kurve leshit nisur për në vlor, qaj mo Shqipëri edhe ullëri. Gratë kurve leshit nisur për në me djepet ngarkuar me foshtjet në dorë, qaj mo Shqipëri edhe ullëri. Treqinte ca bura therur në orë mo, qaj moj Shqipëri edhe ullër moje jo. Kosovë shkrove historinë moj Kosovë. Kosovë shkrove historinë moj Kosovë. Kosovë shkrove historinë moj Kosovë. Me gjake prure lirinë moj Kosovë. Me gjake prure lirinë moj Kosovë. Dhe moj dhe fitove pavarësinë moj Kosovë. Bite tu kudo që qenë moj Kosovë. Bite tu kudo që qenë moj Kosovë. Qelë në lule në zapelo moj Kosovë. Sot i kemi legjendaro moj
Kosovo, sot i kemi gjendarën, oj Kosovë, në kryeja të më jasharën, oj Kosovë. Oj Ju lund goja o bilbilat e Laberis, na knaqet shumë dhe kujtim unë do të ndal Valterin për një bisedë shkurtër. Kujtimi bëni me dorë, tha, jepi. Faleminderit shumë, do të vazhdojmë një bisedë shkurtër me Valterin. Valter, faleminderit shumë, ju lumt goja, si thojnë. Faleminderit. Ishte një blok shumë fantastik i grupit, po unë kam dëshirë të flas pak për ardhin tuaj. Je nga Tepelena, po? Unë jam nga Tepelena, po. Je rritur dhe je shkolluar aty si fëmijë. Po. Pastaj kam ikur me studime në Gjirokastër, 4 vjet, dhe nga Gjirokastra pastaj kam jetuar në Tiranë. Po çka ke studiuar në Gjirokastër? Në Gjirokastër kam studiuar për histori gjeografi. Oh, histori gjeografi. Babi im ka qenë profesor arsimtar i gjuhës, po në arsimtar i historisë e gjeografisë. Po nga Tirana në Toronto. Nga Tirana në Toronto. Në Toronto kam marrë së fundmi, nuk se ka shumë, kam mja 2 vjet që kam marrë. Rishtas i ardhur. Rishtas i kam marrë. Po si duket? Po për shtatë. Po për shtatë, po mësove. Po mësojemi, po ja, filluam dhe me këto eventet dhe grupeve të shoqatës dhe këngës, këto për mua personalisht janë një ushqim fantastik i shpirtit. Po ke qenë pjesë e grupeve, më duket, ma ke thënë? Kam qenë unë, kam dalë për herë të parë në skenë, kam dalë në një mosh fare të re në vitin 2000, në festivalin e Gjirokastrës, kemi qenë me grupin e Kalivashit, me grupin e fshatit nga i cili unë vi. Dhe atje kemi bërë disa këngë dhe ndërto dhe një valle, biles është një unë isha akoma si thonë një vogël, edhe më kapën ato emocionet dhe atëherë nuk ishte dhe mjaftueshëm kostume. Dhe ne ndronim kostume, kur mbaron dhe një grup i ndronim shpejt e shpejt. Dhe gjatë valles, ajo valli që një valle e rënd burrash, dhe gjatë valles më iku brezi. Dhe ndjeva keq, domethënë, në këtë parasysh, sepse herë e parë që dilja në skenë, aty kishte shumë njerëz, festivali shumë i ndjekur. Festivali në Gjirokastër është një festival shumë i madh që mbahet. Është festival tradicional apo? Ai është tradicional, po. A vi nga të gjitha trevat e Shqipërisë, nga të gjitha. Domethënë ka edhe valle, po, edhe këngë, edhe valle. Edhe këngë. Domethënë aty sjellin traditat, çdo zonë sjell traditat e veta. Ervin, këto që e kem në mur, kjo është nga logo e festivalit. Ajo është punuar nga Abdurrahim Buza. Këto e dua shumë, edhe me Ervinin kur folëm, Ervini tha, kam si ide ta vendos, sikur se ma lexoj mendjen. Kjo është ajo shpirti i etnografisë, kostumografisë tonë. Ajo është pjesa më e rëndësishme, domethënë sigurisht kënga ka vendin kryesor, por një pjesë shumë të rëndësishme në festivalin e Gjirokastrës, po edhe në të gjitha festivalet e tjera, është kostumografia. Ne kemi një traditë të lashtë
Dhe ajo ka qenë e shoqëruar me këngë dhe me veshjet karakteristike për çdo zonë, sepse çdo zonë ka veshjet e saj karakteristike. Po. Për shembull ka zonën në Labri, ka ndaj nga Humbi, që janë me këtë kostum që unë kam veshur, dhe këto quhen tirqe, pantallonat. Pantallona, po. Këto quhen tirqe në zonën tonë, dhe ka dhe këtë veshjen tjetër, por ka dhe shumë zona që përdorin fustanellën. Fustanella është tipike tradicionale e Labrisë. E këto që e kanë veshur, kjo është e suliotëve të Çamerisë. Kjo ka disa ndryshime të vogla. Ajo ka karakteristikë të veçantë për veshjet suliote. Veshjet suliote janë vërtet të veçanta për stilin e tyre, për punimin e tyre, për qepjet e tyre dhe për prezencën e tyre. Prezencën e tyre. Është fantastike. Po, në atë festivalin e Gjirokastër, kur për herë parë dole, që ndjesi e kishe? E vërteta është që hera e parë ka gjithmonë emocione. Festivalet e Gjirokastrës ndiqen nga shumë njerëz live. Ato zhvillohen kalan e Gjirokastrës, dhe aty ka shumë vend, shesh të madh, domethënë, dhe ai shesh i mbushet i gjithë me njerëz, por ajo që mua më emociononte për atë moshë që unë kisha dhe për herë e parë që dilja në festival ishte sepse në rreshtin e parë ishin juria, por ishin dhe këta të qeverisë, domethënë, të mëdhenj, dhe isha në shkollë të mesme akoma. Dhe kisha emocione kur po dilja para atyre. Megjithatë ajo ma teproi pastaj ajo shakaja me atë ripin, që si bëm do në moment në dur, por e ka përziva atë dhe unë ndjeva goxha mirë që unë bëra pjesë e këngës. Pastaj dhe më mbrapa vazhdova dhe shkollën e lartë në Gjirokastër dhe atje ne krijuam një grup studentash dhe praktikoheshin për ditë. Përfitoj nga rasti që ti përshëndes gjithë ata këngëtarë që kanë qenë me mua dhe studenta që kanë qenë me mua. Dhe praktikoheshin për ditë, por ishte si ta them, kishim si relax. Kishim si relax këngën dhe ne, unë personalisht jam rritur me këngën. Ma thuaj si fëmijë në fshatin tënd. Është praktikuar në familje, domethënë këndimi, apo është si e zonës, se unë kam një ndjesi që gjithë Labria din këndojnë. Tash ndoshta e kam gabim, po Labria e gjitha ditë këndojnë. Jo të gjithë lebrit din të këndojnë, por Labria e gjitha ditë këndojnë. Pra në çdo fshat, po themi të Labrisë, këndohet lapshe. Pra ka njerëz që këndojnë lapshe dhe shqyr Zoti tani ka ardhur dhe një moment që është vetëdijsuar, si më thonë, është kthyer mbrapa. Sepse që një periudhë, ajo periudha e nisjes së kurbetit që nga 90-ta e mbrapa dhe pati një periudhë shkëputje, si thonë, sa njerëzit gjetën vend, domethënë që ajo tranzicioni dhe nuk ishin këto media sociale që janë sot. Dhe ata njerëzit nuk është se kishin informacion shumë se çfarë bëjnë në një fshat apo në një fshat tjetër apo në një zonë tjetër. Njëra ana tjetër ka qenë që nuk është se ka pas shumë komunikim rruglidhse derisa u bën rrugët. Sot që po flasim në shumicën e fshatrave të Labrisë, rrugët pothuajse janë bërë dhe kanë komunikim. Edhe është kthyer kjo, se është pjesë e shpirtit e Labrisë. Dhe përveç asaj janë hapur dhe ambjente shërbimi pothuajse në çdo fshat, të cilat ju shërbejnë dhe banorëve të zonës që të mblidhen, të komunikojnë, pin kafe, por dhe t'ja marrin këngës siç është edhe zakoni, dhe aty ka filluar të çelet dhe të mbahet gjallë pothuajse në çdo fshat. Miles me këto prapjen e rrjeteve sociale, edhe ndonjë që, si thonë, ishte heshtur nga kjo pjesë dhe nuk merrej shumë, sepse njerëzit aty janë zë me punë, sigurisht. Edhe jo të gjithë edhe kanë pasur kohën që të merren me atë punë. Mirë, po tani edhe duke parë zonat tjera, ata bën një grup të mirë, po këndojnë lapshe, pse mos ta bëjmë dhe ne. Pse mos ta bëjmë? Po, edhe Sedra. Si thuhet një fjalë, mollën e pjek në deg. Pjeshkën e pjek, edhe gjithmonë reflekton për të mirë. Po.
Dhe kjo ka ndikuar për mirë. Dhe përveç kësaj, tani u bë dhe si tradit falë lidhjeve të rrugës, po dhe njerëzit janë edhe në çik si më në kuptimin e kanë mundësinë, po kanë dhe atë nostalgjinë e skaluar, sepse ajo është në gjak. Kanë nostalgjinë për ta kënduar këngën, për ta vazhduar traditën. Dhe tani është kthyer pothuajse në çdo zonë, të paktën ato zona që kanë popullsi të mjaftueshme në fshat, është bërë si traditë fest e përvitshme, që vinë dhe emigrantët, zakonisht bëhen në verë, që është dhe koha e mirë, vinë dhe emigrantët, sidomos emigrantët që janë afër të Greqisë dhe të Italisë. Po, ata vinë, shfrytëzojnë në momentin e pushimeve, zakonisht në gusht janë, dhe bëjnë kujtim brezash ose festa e fshatit, ose ku di unë, i kanë vënë një emër, por në fakt organizojnë festa në çdo fshat. Dhe te këto festat futen vend pothuajse të gjitha zonat që janë përreth, e ke parasysh? Nuk është se është thënë se festa e ftuar, po. Po, nuk është se është vetëm festa e fshatit tonë dhe s'vinë të tjerë, vinë të tjerë dhe është bërë si një trend kohët e fundit që është kjo është shumë e mirë. Është vërtet vlerësuar. Për hir të së vërtetës, një farë përgjegjësie në thonjza e ka pasur edhe qeveria, kushdo qoftë ajo, sepse nuk është se kanë Ministria e Kulturës, por nuk është se ka qenë shumë në thonjza dashamirëse për t'i mbajtur këto, sepse ato grupet që të mblidhen, duhet të mblidhen të përgatiten, duhet të kenë një ambient, duhet të kenë kostume, duhet të kenë shumë gjëra që ta vazhdojnë, sepse njerëzit vërtet kanë qejf, po vazhdojnë e mbajnë me atë traditën e vjetër, këndojnë dhe me vete kur janë atje nëpër punët e tyre, për mos ta lënë, dhe shumë rrallë ka pasur mundësi që të krijonin grupet mirëfillta, por tani dal nga dal duket se dhe është kthyer dhe kjo mendje pak edhe nga qeveria. Biles shfrytëzoj rastin, them që edhe qeveria e Kosovës, sidomos komuna Klin, komuna Prishtinë e shumë komuna të tjera, organizojnë në festat të veçanta, në përkujtimore apo data të heronjve, apo kur organizojnë festat e tyre, ata është vërtet për të përshëndetur që ata ftojnë se s'bën një grup nga Labria. Kjo është shumë lajm i bukur. Në çdo fest. Dhe ajo që unë kam marrë pjesë, sepse unë kam qenë pjesë e një grupi lab të formuar në Tiranë, nga të gjitha trepat e Lavrisë. Dhe ne kemi pasur rastin që të marrim pjesë në shumë festa në Prishtinë, në Klin, në Suarek, në shumë festa të Kosovës, dhe atje nuk imagjinon se çfarë ndjesie ishte. Unë du të ndaj një ty dhe besoj që mos të emocionohem. Baba im, si kur isha fëmijë, kujtohet si fëmijë, falë vërtet. Lutem. Isha dikun 70 vjeç, edhe ai dëgjonte natën muzikë labe. Pa o kishte lidhur një antenë atje lart, kishte fshehur, edhe kur gjonte natën e ndalte, se s'donte dinte dikur se i dëgjonte, tinzisht, kuptohet, se ka qenë në përcjellje, sepse çuni gjajs tim në Hamburg, gjajt madh, çuni gjajs dytë ikun në Shqipëri jetoi. Ishte shefik i çuni gjajs edhe i gjajs madh, edhe çuni gjajs dytë në seri që i jetoi, edhe ishte në përcjellje. Edhe si fëmijë ka të quk të këngë, falë, po... E vlerësoj shumë dhe është më jep shumë emocion, sepse... është vërtet fantastike. Kam lidhje shumë, qysh nga fëmiria me muzikën labe, më kujton atë moment kur babi isha 7-8 vjeç. E thashta jetë babi, ndëgjoj të si këndojnë në Shqipëri. Sepse ne kemi pas muri pe plot foto të ndryshme. Kërkoj falje, do shtë edhe... Të përgëzoj mik, duhet t'jesh krenar. Anyway, po është një emocion që mu ka dhënë një dashuri shumë të madhe, e një respekt shumë të madhe për këngën labe. Ndoshta është edhe ajo emocioni që kam nga babi, që ishte ai moment se harroj kur më kujtohet si sot, edhe
gjithmonë kur i ndëgjoj, mund kthen ta emocionit e babai im. Ka qenë baba im, Heridin Agaj, Agadini kem thone, se mbjemrin e kem Agaj, dhe ka dashur muzikën shumë, kem qenë një familje muzikantësh, po kishte pik top të muzikën labe. Nuk di pse, edhe po e donte shumë, edhe ndëgjonte. Kështu që më jep mu emocion pa parë, dhe unë për atë arsye kur dara momenti më ardh, thash kjo dhe një moment i bukur, po unë e dija që do emocionosh, s'pak unë mundova edhe me grupin ma herët, po me jep një ndjesi shumë veçantë. Babai është? Jo, babai ka vdek vitin 2012. Shumë të drejtë, tira me juve dhe ngushëllimit e mia. Faleminderit shumë. Besoj që është krenar atje ku është. Të siguroj që po. Besoj që Siguroj që po dhe duhet jetë, sepse ti jo vetëm që ke ndjekur rrugën e ti, por ti e bërë një shembull i mirë për të gjithë shqiptarët. Dhe unë të falenderoj shumë. Vlerësoj, faleminderit vërtet shumë. Falenderoj shumë për atë dashurinë që ti tregon dhe shpreh, për mirënjohjen dhe respektin. Duhet ta bëjmë të gjithë. Duhet ta shpreh. Për përcjelljen e energjisë pozitive që ti shpreh në emisionet e tua. Është vërtet për të përshëndetur. Të falenderoj. Faleminderit shumë, respekt, sepse kështu e kemi menduar edhe me Ervinin. Ervini është producenti dhe regjisori. Edhe Ervinin e falenderojmë. Po, na rrim gjithmonë gati aty, po do kthehem te tema edhe një gjë për punën e muzikës labe. Është përveç që është vlerë kombëtare, edhe nga ana muzikore, është për të habitur nga të huaj kur e ndëgjojnë, sepse sa ka grupi për shembull, me sa veta mund të bëhet një grup polifonik? Së fundmi dhe edhe shoqata Labria ka pasur një diskutim për këtë pjesë që është me qendrën në Tiranë, shoqata Labria Ndërikombit. Një nga lajmet e mira ishte që kënga labe u fut në UNESCO dhe ky ishte lajm për të përshëndetur. Por pati një tymnaj në të për faktin sepse është shkruar ISO polifoni. Dhe në fakt kjo nuk është se në këndvështrimin e thjesht ka ndonjë ndryshim të madh, por vënia e fjalës ISO përpara e fut në disa shkallë të tjera të konceptit të kësaj kënge që është autoktone dhe tradicionale e Labrisë. Sepse me ISO përpara pretendohet gjëja sikur ka dhe vende të tjera që e kanë këtë këngë, por jona është totalisht unike. Po, është unike. Ka pretendime sikur, dhe kjo është jo pa qëllim, sikur kënga labe ka lindur nga kisha në kohën bizantine, por këngët e kishës së bizantine nuk kanë asnjë lloj lidhje me këngën labe. Kënga labe është totalisht unike në llojin e saj. Megjithatë, kjo është pjesë që flasin ekspertët. Për sa i përket pjesës se si përbëhet grupi i këngës labe, atëherë po ta them, mund të filloj dhe me një njeri. Dhe kjo është quhet monofoni. Këtë për shembull e ka bërë Zeqo Hoxha nga Kallarati në festival Gjirokastës, që rasin ta përshëndes, dhe këndon vetëm jem të në përbot. E përshëndes sepse ishi i veçantë në këtë pjesë. Këndohet me 3 veta, këndohet me 4 veta, është quajtur 4 shija karakteristike e hormovës. Dhe pastaj 6, 7. Na këndo këto pak. Edhe më shumë. Të lutem se shumë e rëndësi. Na bërë. Je qizi për api vjallë dje ma do moj vrini, moj bimbaja ishe, je moro dje ma do je moj vrini, moj bimbaja ishe.
Tema dobrini bima shmojtjanë majë noju një në bala. Është kënduar nga Xhevat Abdalli në pjesë e filmit Liria Vdekje, e ka kënduar Xhevat Abdalli. Ka shumë nostalgji, ka Solli e vaj, Çaçanit. ka vaj, ka Shiko. dhimbje. Po, është e vërtet. Pra, këngët labe i flasin dashurisë, me respekt. Por i flasin dhe luftrave, i flasin dhe heronjve, por shprejnë dhe dhimbje. Pra ka, në brenda kënga, në disa nga këngët, shprejnë dhe dhimbjen, dhe atë shprejnë në formën e këngës labe. Për shembull, ka pasur këngë për viktimat e Otrantos, ka pasur këngë për njerëz që kanë humbur jetën në kurbet, ka pasur këngë për herojnë që kanë në luftë. Pra i ka të ndërthura. Bëjnë këngë edhe për këngë vaj quhen ato, ose elegji. Elegji, po. Ne më larg nga disa ditë më parë, patëm nderin të jemi të ftuar si grup në përkujtimoren e të ndjerit Mirush Kabashi. Po, isha aty. Dhe aty ne, me gjithë ato, si thonë, sepse ne jemi grupi sa po krijuar, Po, jeni duke ushtruar, jeni duke munduam që të, me qenë se ishte rasti, sepse zakonisht kështu e kemi të mësuar që në raste të tilla përkujtimore nuk mund të këndohet normalisht, por dhe nëse këndohet, për shembull aty ja vlen të ngrihet dhe kënga Mirush Kabashit dhe shumë njerëzve të tjerë që janë nga burrat e mëdhenj të kombit. Dhe ai ka qenë një burr i madh i u kombit. munduam që të biles, nga që ishte edhe koha shumë e shkurtër dhe vetë mundova që të nxjerr disa fjalë nga ato që mua më erdhën në mendje dhe bëm një tekst të cilin e përcollëm me këngë elegji. Kënga elegji është ajo kënga që i thot fjalët dhe përcjell dhe dhimbjen, por përveç dhimbjes ka dhe krenarin për personin që i këndohet. Që këndohet. Unë isha aty dhe ndëgjova, kishte një emocion të veçantë, E vlerësoj shumë. sepse unë e kam pas si profesionist, si aktor, e kam pas si model shumë dashur. Mirush Kabashin ka qenë një ndër aktorët që i dha shpirt poezisë dhe monologut e fjalës. Edhe i ka bërë një nder të madh. Jo vetëm vetës e kombit, po i ka bërë edhe poezisë në vete, edhe fjalës së thënë. Ka pas emocion, ka qenë, për mua ka qenë inspirim gjithmonë. Edhe unë ju falenderoj që ishi aty, po ju falenderoj që erdhët në audën tonë, Faleminderit na juve. respektuat shumë. Kënaqësia ishte e gjitha imja dhe sinqerisht e vlerësoj shumë dhe ndihem shumë i nderuar dhe krenar që jam Edhe pjesë ne e jam nderuar podcastit Mervinin që ishi këtu, falenderoj vëlla, Të shnet. falenderoj shumë, gjej rastin që me qenë se jemi në prag festash, t'ju uroj këtë vit sa më të mirë dhe sa më të begat dhe Korshi sa më shumë suksese juve dhe të gjithë shqiptarët, gjej rastin që ti falenderoj dhe ti uroj nga zemra të kenë një vit sa më të begat. Shumë falenderit edhe ne në emër të Odës, unë, Gjemi Agri dhe Ervin Meçi, u urojmë gjithë shqiptarëve një vit mbar, u urojmë shnet, mbarësi dhe begati. Falenderit shumë, shumë falenderit. Ishte kënaqësi. Shumë respekt.